Ndërkohë që unë dua tani të afrohem më afër juris, po kështu jo fizikisht, po shpirtërisht, sepse dua të bëj, është një moment special me një nga anëtarët e juris, por të ndjekim në fillim një klip të shkurtër. Leona Qerreti. Si nuk ishim fatin të qijonim të në skenë, sa bukur që ke vesh Bleon. Faleminderit, mirëmbrëma të gjithëve, faleminderit shumë. Mirëmbrëma, mund të ulesh të rishë rahat, po. Tani 30 vjetë në skenë. Shumë janë. Më thuaj, do më thënë, bas 30 vjetësh, si e gje vetën tënde, Bleon? Sigur koha ka ndalur, në momentin që dola në skenë dhe isha mbi skenën fluturuse, do ta quaj unë, më kujtua vërtet në Thepesa, kjo skenë e cila këto kariket portokalli që nuk kanë ndryshuar, asgjë s'ka ndryshuar të paktën nga panelet këtej, përveç skenës që sot është e mrekullueshme me mundësi teknike që njerëzit kanë sot. Unë e tash natën e parë jam e mrekulluar nga skena, nga teknika, nga muzika, nga artistët e rinj, nga gjërat që sot mund të bëhen në Shqipëri, që duken fare të lehta, po vetëm ne si artist që jemi gjithë këtu sot në juri e dim shumë mirë, ne që kemi hyrë në atë skenë, se sa shumë punë duhet vërtet ta realizosh këtë skenë. Unë jam njësoj emocionuar si ditën e parë.